Përshëndetje këtu nga Vokshi. Jam me transport mall, nuk e di api vrenit e pasqyra poshtë kuvertën e got. Shumë bukur, tani mund të vazhdojmë rrugën, pinali pak klimën, na vo zhurmë, kështu më dëgjoni ma mirë. Se sapo e shkarkum një eskavator këtu. Edhe tani po vazhdojmë rrugën. T'ja pastroj pak pamjen. Vendi ku jem këtu është mes Vokshit edhe Junikut, quhet Shkozi, thoj. Realisht këtu duhet jetë Voksh, sepse janë disa toka të Vokshit. Ka pamje të bukura këtej, është rrugë malore. Për të gjithë ju Vokshion që jeni në Gërbet, zakonisht e përdori fjalën perëndim ose diasporë, se Gërbet ndoket diqysh pak fjalë shumë e përmallueshme. Ju përshëndes me këtë video. Se vazhdoni, do më thonë, në drejtimin e kundërt nga cilët ne po shkojmë, shkoni në Junik, pastaj shkoni Punashec, do më thonë, ka fshatra mes Junikut e Punashecit, Punashec pastaj del në Shqipëri, do më thonë, është një, si thush, një rrugë e cila në qoftë se ndjek deri në fund të çon në zonën kufitare të Shqipërisë. Janë rreth 20 kilometra, ndoshta po nga kufiri nga këtu. Tu si që shikoni pranvera, vetëm ka shpërthy, edhe pse zonë pak më e lartë se zonat e tjera të Kosovës. Këtu varian nga 500 metra deri në 700 metra. Zonë fantastike. Kur të shkoj të shtëpia do ta prej videon, sepse aty kalova një patrull të këforit. Edhe sigurisht që atë pjesë nuk do t'ja tregoj. Kanë ato sekretet ushtarake, zonat e tyre, nuk kam intereson fort, por edhe pse teknikisht nuk është ndaluar të filmosh një mjet në lëvizje, sepse është një mjet publik, pastaj në qoftë se do me filmu një objekt ose një bazë të këforit, nuk lejohet. Për shembull, nëse shkoni vizitoni manastirin e Deçanit, nuk mund ta filmoni pa leje të veçantë. Dhe po filmuat, mund ta filmoni manastirin, por jo pozicionet ushtarake. Kam qenë atje, kom bo një video të Gushallci, të Ujtharp, e di që është ai rregull, por i kom vetë edhe një herë, më thonë për mu sigur, edhe me thanë, mund të filmosh çdo gjë, vetëm nuk mund të filmosh pozicionet statike të bazave të tyre. Është rrëpsisht ndaluar. Prandaj edhe me raste me këto, se kjo zonë kufitare
sa këshin dalë për patrull, për shef. Kanë pse me dalë, është një vend fantastik. Djathtë është slupi dhe drenuci, në të djathtë të kësaj pjese. Në të majtë po Bergja është fshati im. Unë jam loksion i Pobergës. Këtu është shtu në 2004. Të më thënë, kjo rrugë ka 22 vjetë që është shtu asfalt. Kërk. Në zonat fshatit tim që unë i majnë mend edhe kur kam kalu fëmi shumë, do më thënë, do shta 3-4 vjeç, 5 vjeç i majnë mend kur kam kalu këtej. Edhe pse shtëpia em është rreth 1 kilometër gjysmë më në helt, më thënë kur dalim aty, të gjathtë nuk më gjitë për pjetë. Që këtu është fshati Pobergj, këtu quhen Kodrat e Pobergjës. Janë dy pjesë kur këtu është bashkësia komunale ose vendi ku zyra vendes civile që quhet. Do më thonë të majtë për pjesë shkon Pobergj, këtu hin tani në rajonin në pjesën e kësaj fshati që quhet Lloçani. Të porzo së dishes ka problemet e veta, qoftë kur je duke zbritur, qoftë kur je duke ngritur, sidomos në këtë rast kur për shembull në këtë rast si ishon eskavatori që po transportoj ishte fix 45 ton, se peshorja e kësaj kuvertes punon shumë mirë, ma tregon saktësisht sa tona ka makina brenda. Ishim 45 ton edhe për mingjit në përpjece, por firma në ka dho kamionit të fushishëm, nuk e ka vetë deri në shikoni që po i marrë kthesat më të gjona për shkak sepse gjithsej gjatësia e mjetit në të cilën jem tani jemi 22 metra diku. Edhe kolega tjetër rruga tani qënë në fshatin Sarabrek, ala jemi në Lloçani realisht. Ndrej që ky fshat quhet Lloçan, për shkak sepse këtu ka kalu lumi, kalon lumi.
Kukshit, edhe është ndoshta kur ka kalu ktesë, kur ka ndodhur vërshime, ka bo lloç balt. Ma bukur është lloçan se sa baltan. Këtu tani jemi ne fshatin Carabrek. Jepër, kjo është Carabrek Jepër. Një karakteristike e fshatit Carabrek është që në këgja të organizuar, edhe tani pothuajse është bolagje e Deçanit. Ja, për shembull, 200 metra më tutje është marketi aty i madh, jënë ka ndërtohet ndërtesat, s'ka bëhet një vend ka zhvillohet, edhe në turbu para lagje, se lagje e Deçanit. Madje institucionet kryesore të Deçanit janë në për shembull qendra e mjekësisë familjare, është pastaj shkollat fillore janë këtu. Atje në qendër e Deçanit është kuvendi komunal, zyra kryetarit, stacioni policisë, vendi ku paguhen taksat komunale këto që janë, por pastaj institucionet e tjera, siç e përmendëm për shembull, institucionin e shëndetësisë e kemi. Në Carabrek. Ja i thash që duhet me marrë këto kthesa kasht gjona, për shkak se ndryshe është kur je me një kamien 4 aks, ndryshe me një shleper, dhe ndryshe kur je me urtrat gocët. Kjo është qendra mjekësisë familjare këtu në Deçan, siç po e shikoni. Sot është kohë e vrant këtë i dhena, 16 prill 2026. Ndër gjanat që është qu Deçani ka qenë për një numër të madh të rinis. Tani është kretu, domethënë, në kuptimin që numri i rinis është në mënyrë kataklizmike ka rënë. Sot me një kushëri teme që po udhtoni për punë, po fliste për një punë të derivateve, një rrjet të punëve të derivateve, të cilët po kërkojnë punëtor, e kanë qitë edhe në reklama, kërkojnë punëtor kështu, kërkojnë ashtu në mënyrë të vazhdueshme, edhe nuk ka njerëz, domethënë, nuk ka
njerëz tani, nuk kanë met punëtor sa duhet për të mbuluar kërkesat e tregut të punës. Do më thonë, tani në vendin tonë, në qoftë se ti do me marrë një punëtor krahu, për shembull, për me të punu diçka të shtëpia, ndoshta 3-4 orë, hajde 5 orë me bëu diçka. Unë maj mand një kohë kur ka qenë për shembull thoshte 15 euro dita, 20 euro, pastaj 25, 30. E dini sa ka shku tani? 50 euro, do më thonë, nërë 50 euro, sidomos ju qeni në perëndim dhe keni nevojë her pas here me marrë punëtor, kur të veni këtu, mos e thani 50 që mos gaboni. Rek, qashtu, rap. Po ndoshta mund të flasim në një vit tjetër për me fol pak se përse u boshates vendi jonë nga fushia punëtore vendase. Dhe është interesant që shumica atyre të cilët janë ka emigrojnë në shtetet e perëndimit janë punëtor të kualifikuar ose të stërkualifikuar. Edhe tani kuptohet që bizneset e vendit tonë, të cilat kanë nevojë për punëtor, nuk i kanë dhe tani janë të detyruar të marrin punëtor të cilët ndoshta nuk din as baskin ose gozhdën mingull të drasa, edhe shumë mirë sepse tani përveç se duhet t'i shfrytëzojnë si punëtor, realisht duhet t'i stërvisin, duhet t'ja mësojnë zanatin, të punojnë një farë kohë për ta dhe jeni të bindur që pasi të ketë mësuar ai zotnia mira zanat, ka me shku me punu për Helmutin, jo për Afrimin ose për Sadikin, jo për Helmutin ose për Hansin. Vi kthej pak në nota qesharake ose po e kthej pak në nota humori. Por ndoshta një video mund t'ja realizoj ndonjëherë nga shtëpia për të shpjeguar disa nga arsyet kryesore. Si janë disa arsye kryesore që janë arsye të cilat lidhen për shkak të mos, do më thonë janë arsye që lidhen që janë për shkakun ton, pastaj janë arsye të tjera të cilat lidhen për shkakun e shteteve të fuqishme evropiane, të cilat me shumë shkathësi realisht i kanë joshur të rritë tonë, të reja tonë, për të shkuar dhe për të jetuar dhe për të vepruar në një vend tjetër. Por kjo është një temë cila mund të diskutohet në një herë tjetër. Unë nuk jam specialist e emigracionit ose i emigrimit ose emigrimit, por di mjaftueshëm arsye të vlefshme si vetë punëtor në këtë vend, se përse sot. Për shembull, punëtorët tonë më të mirë janë ka ikin në vendet e tjera për një të arme më të mirë, për vetën e tyre, që është absolutisht në të drejtën e tyre. Sidomos në këtë sistem globalist në të cilin ne jemi, për shembull, ishte i ditë në Radio Dugazhini po tregonin për që në Zvicër brenda një viti 40.000 njerëz kanë kërkuar ose kanë fituar shtetësinë zvicrane. Dhe rendiste si të thush ato kombe kryesore që për shembull ndoshta dikush mund të habitet, por realisht nuk ka pse. Që për shembull vendin e parë ose vendin e dytë, nëse nuk gaboj, të cilët e zënit që kishin fituar shtetësinë
ishin Gjermant. Edhe unë kur kam jetuar një kohë në Zvicër, e di për shembull që shumë mjek nga Gjermania vinin në Zvicër. Edhe përveç se krynin specializimin në Zvicër, pastaj normalisht që ngelin edhe në Zvicër, sepse tjera paga ka në Zvicër, një specialist, tjera paga e në Gjermani. Kam familjarë të mi që për shembull nga Austria kanë shkuar, kanë emigruar në Zvicër. Kanë shkuar atje, gjuhën dhe kulturën pak dallim dhe ndryshim ka, edhe shkojnë atje, kanë pak më të mirë. Kjo është pjesa e zgjerimit që ka ndodhur të rrugës tu. Sot nuk po kaloj, nuk po bëj një video për këtë temë, por në ndërkohë mund ta shikoni. Strelc. Ka pyet njoni për këto objektet ose shtëpitë private të cilat janë shumë afër rrugës, çfarë do bëhet me to kur zgjerohet rruga? Unë mendoj që të gjitha do të shemben pikë rrugë. Ky është mendimi im. Pastaj qysh doja lidh kryet asaj pune komuna ose ministria, sepse këtu nuk është vetëm komuna e Deçanit, por këtu është edhe ministria realisht. Është një çështje e tyre që u takon atyre, por për mendimin tim këtu të shemben për shkak sepse çfarë është në rrugë, është në rrugë, nuk. Ja kom shpjegu disa herë që sidomos traseja rrugës peje deri në Gjakub realisht, që kur është ndërtuar në mënyrë me asfalt ose me pupza në atë kohë që është ndërtu, më thënë është para pa dhe që në atë kohë është shpërndësu dhe është para pa me konë një ditë me 4 kursi. Prandaj çdo shtëpi, çdo objekt që ju e shikoni për shembull, që është në mes të rrugës, është afër rrugës, mua t'i qam shqetësoj një shtëpi të objekt, me këto vorrezat, i shikoni këto vorrezat që sa po i kalon. Edhe ato janë, disa prej tyre janë në rrugë. Domethënë kjo është për mendimin tim ajo e cila është më çmenduri se sa thjesht të ndërtosh një objekt. Se punë e madhe ki ndërtu ndoshta një objekt që të ka kushtuar 100.000 euro, por është një objekt thjesht pam e shkatron e hedh kamion edhe e çon deponi. Por se kuptoj domethënë se përse kanë
vorrosur njerëz në pronë të shtetit, kur dije që ndoshta një ditë prej ditëve, do zeroj kjo rrugë, po mendoj që kjo ka të bëjë me problemin që ne kemi si popull, që jemi jo shkurt të pamës, po do më thënë për te hunës tonë nuk shohim. Nuk i marrim parasysh disa gjëra, më thonë jo, se në qoftë se pas 10 vite, 15 vite, ose pas 50 vite, këtu do ndërtoj shteti diçka, ç'a do bëjmë? Veç me njerë është e shpreja që dhe kur? Ja! Asjer, s'ka me bu maki, haj, zotin e rrit, ja! Kjo është pastaj, është fakti që si thusht penalizon, sepse nuk i parë më shumë se sa disa 5-6 vite të ardhur. Shikoje madje shumë më shumë. Larg pamësia. Sigurisht që aty rruga do të ndërtohet, ato vorreza ose do rrinë poshtë saj, ose do gërmohen. Unë jemi dytë që të gërmohen, ato eshta që kanë ngel aty duhet mi hek, mi shvendos, mi qunë në një vend tjetër. Kas, nuk e di, për mendimin tim nuk. Pak si popull që e marim pak nga të zemre këtë punë, por me konë Gjermani të Helmuti dhe të Hansi dhe të heke esh ne në deke ka kry rëp hajde rast unë jem tuke arrit në bazë tu, duhet me ndryshu tani nga kuverta transportuese në rimarkën e cila do të tërheki ose do të transportoj, do të transportoj rërë gjatë ditës. Vetëm mund t'ju përshëndes të nga Ljubenisi, se në herë ku i thëmë Raushesh, më thëmë, ja, Raushesh ma poshtë të Ljubenis. Nga Ljubenisi. Edhe shumë faleminderit, kaloni sa ma bukur. Edhe gëzoni një mbrëmje tek